Po keni rajt disa. Tjetër gjë është, kanë rajt ashta. Po ke qenë atë kohë me ta, po vonë edhe ty masanet ka. Dakor, veçanërisht kemi qenë kundër Uzurpatori institucioneve. Kush është Albulena Haxhiu? që Albulena Haxhiu nuk i thotë jo. Asnjë kërkesë, propozimi për lëvizje vendosi. Albin Kurti na keni na thon ku nga bu. Nuk merr vesh në qeverisje. Lidhes ko. Edhe kur je në parti politike kallëzëm pse je edhe çka e të po, edhe kur të kallëzëm pse do ti nguzosh me arte unë në zyre që ku ja. Ti sha prokuror. A përshëndes çfarë niveli mërin instrumentalizimi i që e bën Albin Kurti me njerëz. Për mua çka po ndodh me Albulena Haxhiun, o kam vjen keq, për kallëzoj shumë sinqerisht. E përshëndes Armen Mujen. Pse pa Armen Mujen? Krejt ma thojnë një fjali shumë interesant. Jo, besësisht ashtu që po thunë ju, unë e flas me Albinin, është i hapun, dëgjon, të Dejona Mihali, unë ty nuk të gjej. Kryetar i kuvendit i mirë ka qenë Glauko Njusa. Glauko Njusa thotë mos më kallëzosh me drejtues anë. Deri në servilizëm i zonës Haxhiun në raport me diktatorcin Albin Kurti. Unë Glauko thotë jo, prejshmë. Procedurat janë që tonë nuk ta bëjnë. Shumë më shumë i kallon hapësirë opozitës se sa pushtetit. Një kryetar kuvendi ka drejtësi. Bashkë qeverisja Albin Kurtin edhe me Emri Krasniqin. Uroj që të mos ndodhë dhe tash natyrisht. Uroj të mos ndodhë. Si e nga prish, e kanë shana mushë me që ka pas. A nuk ka pas bashkëpunim me LDK-n, profesorin nderuar, si e ndo që ka si ka thënë. Nuk kemi besim ty. Po. Se kemi përvojt hidhë me ty.